kuptoj edhe atë dashurinë që keni për të gjithë mësuesit që ishin. Domethënë edhe fjalët e mira që më janë drejtuar bëjnë pjesë edhe për ata profesorë që na mundojnë sot që strefi në mbrojë edhe. Duke parë vallëzimin, me toba që sa çuditshme është jeta. Uroj për familjet tuaja jetë të mira, shëndetet, falenderit. Të vendi këto, votëm të vendi, kaloj me për të Kisha në kërëngërisa për sëri, ato pak fjatë që kisha për të thënë Gjëtu që të qeshnje, kemi pa në vazër bukra, po në kanalë, këto plakë. Ato pak fjatë të Ishme gjimnas, në vinte vendja, po këtë. Të them juve, si miqë të tanë në tafër, të ndi këshu ju konsideroj, Gjergji ka qenë i pari, më të them, edhe shumë entuziast për këtë takim. Sa pa i tash në telefon, a ishte në Itali, mbasi me njoftoj Niko Korçari, Strefi, Tekiu, Gjergji Bikla, unë mora Gjergjin, sepse doja se ku këtë gëzim të ndaja me një shok, me një mirë. Edhe u gëzua shumë. Edhe më tha, do vi pa tjetër. Edhe e mbajti fjallën dhe unë e përgëzoj, e kam një nga shokët e mi më të mirë, jemi rritë. Të njëjtën gjë bëra, mbasi fola me Gjergjin, fola me Rushnir, Cerloj. Dhe Rushnir më dha fjallën që do të vinte. Por ai nuk arriti dot, ai ndroi jetë, i përheqën qoftë kërkimin, kishin një shok të mirë. Më mleqin gjithmonë përgëzime për të mira dhe ju uroj shëndet në bashkësi në familjet tuaja. Miru pafshim. Gjergji, mos harroni prapë.